Jetojmë një epokë ku Instagrami shpërthen nga fotot perfekte, nga trupat perfekt, por ndërkohë bota po vuan gjithnjë më tepër nga obeziteti. Çfarë po ndodh? Domethënë është një iluminim, le të themi, që po i bëhet mendjes njerëzore, është një marketing i gjërave jo fort të duhura, sepse ka shumë persona që thonë, shiko, humba peshë brenda 2 javësh, ndërkohë që ka një ndryshim drastik edhe në pamjen e tyre. Okej, gjithë secili nga ne editon fotot, bën pak Photoshop, por është e kuptueshme kur është Photoshop dhe është e kuptueshme kur mund të ketë një medikament tjetër apo një ndërhyrje tjetër mjekësore. Çfarë mendon? Tani mos harrojmë që kjo gjë ka ekzistuar gjithmonë, ëh? Se përpara kanë qenë revistat e modës, të cilat ato e kanë fajin më të madh sepse kanë drejtuar njerëzim, gocat sidomos ato vojnë më tepër, që të kenë ato linjat perfekte, të dobta. Ato kanë ndryshuar ndër vite. Tani për shembull janë bërë çik më rrumullake, do të jenë më të performa. Tamam. Problemi këtu është që njerëzit kanë shumë sasi pleforia, po them greqisht. Kanë shumë sasi informacioni nga të njëjtët njerëz. Sepse edhe ti kur përpiqesh të thuash diçka të re, të mbyesin këta lloj njerëzish, sepse